kapur, të kenë arrestuar, të kenë çuar përpara gjyqit hajdutin e fundit të energjisë elektrike. Vjedhja e ujit, njësoj si vjedhja e energjisë. Do guxojnë të vënë një tu pa leje, do ndiqen penalisht. 3 vjet burg, minimumi 3 vjet. Do të ndëshkohet me heqëliri. Thot Kodi Penal i Republikës Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama mohoi burgosin e qytetarëve për çështje administrative siç ka qenë ndërtimi pa leje dhe mospagesat për energjinë elektrike. I pyetur nga gazetarja Syri Televizion Ambrozia Meta se përse standardi i arrestit me burg përdoret për qytetarët, por nuk aplikohet për Belinda Ballukun, Rama mori rolin e juristit duke interpretuar kodin penal. Ndërtimi pa leje është në kodin penal i sankcionuar dhe është një vepër penale e cila ndëshkohet sipas shkallëve, por edhe me heqjen e lirisë. Patjetër, është vepër që është flagrant, është fizikisht e kapshme, e prekshme, e dukshme. Në konferencën e kësaj të premte, kryeministri përgënjeshtroi sërish veten për çështjen e portit në Porto Romano në Durrës, ndërsa pranoi dështimin e ndërtimit të portit, ndryshe nga deklarata e para disa ditëve kur pretendonte se grupe armiqësore po e pengonin. Rama tha se tërheqja e kompanisë nga ofrimi i ofertës nuk lidhe me kërcënime, por me pamundësi ekonomike. Në momentin e fundit, kompania që ka kaluar gjitha fazat dhe duhet të bënte ofertimin e fundit, është tërhequr duke ju referuar situatës krizës. Nuk kemi arsye që të shikojmë mbrapa ndonjë gjë tjetër ne vetë. Nuk kemi të dhëna që kompania është ndodhur në ndonjë presion. Rama pranoi përplasjen me ndërkombëtarët për çështjen Balluku, ndërsa ju dërgoi edhe një mesazh partnerëve të huaj. Kemi pasur debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje, nuk është sekret, është që t'i shikoj partnerët në sy, të më shikojnë në sy, në të njëjtën lartësi. As unë nuk më shkon mendja të shikoj njëri nga lart poshtë, po as nuk më shkon mendja të pranoj që të më shikoj njëri nga lart poshtë. Ndërsa Gjermania dhe shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian kanë reaguar ashpër pas votimit për Belinda Ballukun, Rama u shpreh bindur se pengesa që i bëri drejtësisë për të arrestuar ish bashkëpunëtoren e tij nuk do të rrezikojë procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.